Ministria e Brendshme duhet ta monitorojë situatën në terren dhe të mos bëjë dallime se kush organizon protesta. Ky është vlerësimi i ekspertëve pas kritikave se ky dikaster nuk mbulon si duhet me policë protestat e mbështetura nga VMRO-DPMNE-ja, siç vepronte me protestat e revolucionit të larm, kur kishte prani të automjeteve të blinduara dhe pjesëtar të njësive speciale. Sipas ish shefit të MPB-s Lubomir Gjurçevski, nuk mund të ketë vlerësim të lirë se si do zhvillohen protestat, ndërsa qytetarët në çdo moment duhet të jenë të mbrojtur. Ekspertët në Ministrinë e Brendshme, sidomos e prorët e Byros për Siguri Publike, ku unë besoj se ka profesionistë shumë të mirë, duhet realisht ta ndjekin gjendjen dhe nuk guxojnë të bëjnë vlerësime mbi bindjen e tyre politike apo përkatësinë e tyre politike. Për ish njeriun e partë të policisë Pavle Trajanov, Ministria e Brendshme duhet të përdorë të gjitha masat e persekutimit ndaj atyre që në mënyrë aktive nxisin krizë të sigurisë në vend. Ka gjasa që këto protesta të shfrytëzohen vetëm për bllokimin e parlamentit, që ky i fundit të mos funksionojë me kapacitet të plot. Ministria e Punëve të Brendshme ka sistem, ka kapacitete dhe njerëz të mjaftueshëm për të parandaluar konflikt me përmasa më të gjera dhe të mbrojë institucionet shtetërore. Ky është obligimi i tyre. Madje Ministria e Punëve të Brendshme duhet të punojë në këtë drejtim. Ata që nxisin pakënaqësi në bazë kombëtare, fetare dhe mbi bazë tjetër, të ndërmarrin masa për ndjekje, pa marrë parasysh a bëhet fjalë për president shteti ose për kryetar partie. Institucionet shtetërore duhet të reagojnë me kohë ndaj të gjithë atyre që janë të përfshirë në mënyrë aktive në destabilizimin e shtetit. Ditëve të fundit në disa qytete të Maqedonisë janë duke u mbajtur protesta të ashtu quajturës iniciativë qytetare për mbrojtjen e Maqedonisë, me retorik të fortë për mbrojtjen e, siç shprehen, interesave shtetërore dhe kombëtare. Në protestën e tyre në Shkup ditë më parë u sulmua një ekip i gazetarëve, ndërsa u shënuan edhe disa incidente të ndara në Shkup. Nga MPB nuk u përgjigjen se cili është vlerësimi i tyre për gjendjen e sigurisë në Maqedoni. Përveç ministrit nga radhët e BDI-s, faktikisht MPB-n e drejton drejtori i Byros për Siguri Publike, i cili ka të gjitha kompetencat operative mbi policinë, si atë të rregullt, ashtu edhe atë speciale. Drejtori është Mitko Çafkov, kuadër i dëshmuar i VMRO-DPMNE-s.